Udhëheqësit e shuar global bashkohen në mbështetje të rezistencës dhe demokracisë në Iran. Konferencë ndërkombëtare në Paris, 11 janar 2025. 11 janar 2025, një konferencë ndërkombëtare për të ardhmen e Iranit mblodhi së bashku figura të shuara politike dhe ushtarake në Paris. Mbledhja nënvizoi rëndësinë e rezistencës iraniane dhe rolin e saj si një alternativë qëndrueshme demokratike ndaj teokracisë në pushtet. Folësja kryesore ishte zonja Mariam Rajavi, presidente e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit. Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se i dërguari i arshëm i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, në Ukrainë, Keith Kellogg, ishte gjithashtu i pranishëm dhe foli në këtë ngjarje. Regjimi i dobësuar dhe i lëkundur i Iranit, i tmerruar nga mbajtja e kësaj konference në Paris, protestojnë ndaj qeverisë franceze për mos pengimin e kësaj konference ndërkombëtare. Folësit e tjerë përfshinin generalin James Jones, ish këshilltar për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara Liz Truss, ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Jean Berko, ish kryetari i Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar Janez Janša, ish kryeministri i Slovenisë General Tad Valters, ish komandanti NATO-s dhe komandanti forcave të Shteteve të Bashkuara në Evropë Julia Timoshenko, ish kryeministri e Ukrainës dhe disa figura të tjera të shuara politike evropian. The regime's leader in one of his recent speech threatened the people of Iran, saying that if they create unrest, they will be crushed. This is Udhëheqësi i regjimit, në një fjalim të tij të fundit, kërcënoi popullin e Iranit, duke thënë se nëse ata krijojnë trazira, ata do të shtype. Ky është një pranim i Khameneit se shoqëria iraniane është gati të ngrihet dhe të përmbysë regjimi. Tre faktorë ky që kanë formsuar këtë situatë: së pari, shtypja e ashpër, falimentimi ekonomik, krizat e thella sociale dhe korrupsioni i përhapur i qeverisë e kanë sjellë shoqërinë në prag të shpërthimit. Faktori i dytë janë disfatat e regjimit në rajon, duke përfshirë Hezbollahun që pësoi një goditje dërmuese, dhe përmbysja e diktaturës së Sirisë, aleati më i rëndësishëm i regjimit. Dhe së treti, zgjerimi i rezistencës së organizuar, e cila përgatitet për kryengritje dhe përmbysje të regjimit. I believe this year should be considered a year of hope. It should be considered a year of action, and it should be considered a year of... Besoj se ky vit duhet konsideruar si vit shprese, vit veprimi dhe vit ndryshimi. Regjimi në Iran është më i dobët dhe më i prekshëm se sa ka qenë në dekada. Liria për iranianët e bastisjes është e shpejtë, por kjo duhet të ndryshojë dhe do të ndryshojë në muajt e ardhshëm të javës së ardhshme. Dhe kjo duhet të ndryshojë. Dhe unë besoj se dritarja e këtij ndryshimi është më e madhe për botën se kur më parë. As we've witnessed what has happened to the regime, as we've seen the transition in Siç kemi parë atë që ka ndodhur me regjimin, siç e kemi parë tranzicionin në Siri, ai na thotë se kushtet janë të sakta në terren, dhe kushtet janë të sakta strategjikisht për të na thënë të gjithëve se tani është koha për të shkuar në gatishmëri të plotë dhe të çojmë përpara kauzën tonë dhe të heqim qafe regjimi. How dramatically apposite and telling it is that the National Council of Resistance of Iran is represented by the most eloquent symbol. Sa e përshtatshme dhe domethënëse është në mënyrë dramatike që Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit përfaqësohet nga simboli më elokuent i barazisë gjinore, i besimit në liri, i ndjekjes së drejtësisë, i dikujt që ka kaluar dekadat e jetës së saj duke bërë sakrificat më të mëdha. Sepse mendoj se zonja Rajavi e kuptoni që arritja e pushtetit nuk është qëllim në vetvete, por mjet për realizimin e shpresave, ëndrave, pritshmëritë e njerëzve të cilëve ju jeni këtu për të shërbyer. The National Council of Resistance of Iran, NCRI, led by Mrs. Mariam Rajavi. Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit i udhëhequr nga zonja Mariam Rajavi. Plani 10 pikësh i Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit i artikuluar nga zonja Rajavi, se çdo instancë ofron një vizion të qartë për të ardhmen. Një Iran i lirë demokratik, laik dhe jo bërthamo. Ky vizion ka marrë njohje globale me 137 ish lider botëror, disa këtu sot ambasador, ministra dhe zyrtar të lartë që shprehin mbështetjen e tyre entuziast. And I congratulate Mrs. Rajavi and her movement on what they have done to put pressure. Unë e përgëzoj zonjën Rajavi
dhe lëvizjen e saj, për atë që ata kanë bërë për të ushtruar presion brenda regjimit të tmerrshëm dhe shtypës në Irak. Kryengritjen e kemi pasur në vitin 2022. Vitin e kaluar kemi pasur më shumë protesta. Ekranet tona janë plot me njerëz të guximshëm iranian që ngrihen kundër një prej regjimeve më represive në botë.